Shtrëngtimi i shumë produkteve në Kosovë ka pasur ndikim të drejtë për drejtë në buxhetin e familjeve, sidomos atyre me të ardhura të ulta. Kjo kategori e popullsisë është më ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve, pasi një pjesë e madhe të ardhurave të tyre shpenzohen për nevojat elementare të jetesës. Ekonomisti Jakub Bellaqa vlerëson se bazuar në paqëndrueshmërinë e çmimeve të shumë produkteve, pagat në sektorin publik dhe privat nuk janë të balancuara me koston e jetesës në vend. Nuk janë të balancuar, sepse në sektorin publikën pak më të lartë, mirë, po edhe prapë nuk janë që e plotësojnë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, nuk janë sipas të rajonit, janë të ulta. Gjithashtu sektorin privat edhe janë edhe më diskriminuar, sepse me 350 euro është paga minimale që minimumit të ekzistencës e një individi për muaj si le për ekonomi familjare, për shembull për 4 anëtarësh, për shembull, me produktet më të thjeshta, po shprehna me gjuhën e popullit, vetëm me byrek nuk mund me kalu muaj me pagë minimale me 350 euro. Unë mendoj për kushtet dhe mundësitë të cilat janë në aspektin ekonomik, duke mbështetur në parametrat ekonomik, në kushtet ekonomike, është mas pak duhet jetë 500 euro paga minimale. Edhe me 500 euro përposh se e ngrit pak a shumë mirëqenien, edhe shtetit i krijon të hyra më shumë. Pasojat janë të rënda sepse të rinjt po lëshojnë Kosovën. Paga aktuale nuk mjafton për të jetuar, vetëm për të mbijetuar. Kjo natyrshëm pastaj ndikon negativisht në punësim dhe konsum, tha Bellaqa. Pasojat janë afatgjate sepse faktikisht rritet të reja të në Kosovën, punësimi zvogëlohet edhe më shumë, për shkak se me atë pagë nuk mund me jetu, është pagë që vetëm me mbijetu, edhe shtylla themelore kryesore e Kosovës është, është konsumi, nëse do të rritet pagat qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik, faktikisht do të rritet edhe fuqia blerëse, do të rritet buxheti familjar, ekonomia familjare, gjithashtu edhe do të krijohet edhe tyra në buxhetin e shtetit, sepse do të në treg forca ofertë dhe kërkesës do të ndërveprojnë më shumë, do të kishin fuqi më shumë, do të kishin qarkullim më shumë, dhe gjithashtu tek qytetarët do të kishin mjete monetare mirë për me jetu. Të gjendur në një situatë të tillë, njohësi çështjeve ekonomike, Bellaqa tha se rritja e pagës minimale është domosdoshme për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve dhe për të krijuar një ekonomi më të qëndrueshme.